Bane këtë si thamune, se të shkëri për 80 minuta. Miqtë e Piskut, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë. Sot kemi një intervistë, jo ndryshe, se ndryshe e thonë gjithmonë edhe ndoshta biem edhe ne ndonjëherë nga ato kurthin që përdoret vazhdimisht në ato shprehjet parazitare, klishe që përdoret, por është një intervistë jo ndryshe. Kemi një gazetar që prej vitesh ka dhënë kontributin e tij në Shqipëri, në disa prej mediave dhe me aq sa e kemi kuptuar dhe me aq sa e kemi parë brezat e tjerë, ka qenë një nga programet që ka qenë, le të themi, drejtësia për shqiptarët, për ato shqiptarë që nuk kanë gjetur dot drejtësi në autoritetet kompetente, siç është fiks fare, domethënë. Vin Dushi, një shkodran shqiptar me zemër, që sot vazhdon bën gazetarinë e tij në mënyrë të pavarur. Besoj se keni parë këto ditë e fundit në disa prej mediave që kryesisht kanë qenë të shumta në numër në media shqiptare që e kanë pasqyruar ngjarjen tënde. Është vërtet. Vino mos hy shumë me këto fjalë shumë me bosi. Jo, s'kena pse hym me klishe. Falenderoj herë për kohën, për ftesën, edhe duhet përgëzoj. Duhet përgëzoj sepse pashka se me një, çfarë mund ta shojmë, një investim modest, diçka që e ke ngrit vetë me ato pak çaki mujt vetë duke u ngritur nga zeroja, të lumt të përgëzoj për këtë, se po mundosh të bash diçka ndryshe, po mundosh të jesh një za i fjalës lirë, edhe e ndjek, duhet ta theksoj që e ndjek lajmin. Do ta themi edhe sot që ne për herë të parë sot po takohemi bashkë, njihemi në distancë me gjërat që bën ti, me gjërat që bëj unë. Kemi komunikuar disa herë, jemi futur edhe një herë. Kena pasur live të vogël kështu me modeste, por ndërsa njëri tjetër nga distanca dhe na ka lidhur ajo, domethënë përkushtimi, dëshira, pasioni për punën që bëj, për profesionin që kena zgjedhur. Edhe të përgëzoj që ndjek lajmin, ndjek punën, e bën me shpirt. Dhe kjo tregon që gjetë kohën direkt mos një telefonat shkurtër që pa gjetë kohën, le shumë punë tuaja, siç s'kena pse më përmend do si çfarë lam në telefon, kishe shumë punë për të bërë dhe i lë erdhe dhe e ndoqe lajmin. Fillimisht mbot qefi që e mirë, që të shoh shëndet plot dhe që nuk ke probleme, domethënë, dhe uroj që drejtësia për ato çka ka ndodhur, ndoshta ne do të cekim në vazhdim, të shkojë atje duket si tamam klishe, prandaj duket sikur është një fjalë që po përdorim më shpesh, domethënë këtë gjë, po çdo gjë është bë klishe, domethënë në këtë vend jeton në një lloj falsiteti, në një lloj domethënë gjë boshe që thjesht rrajnë krah të thon po, çkesit e zgjidhëm, do rregullojmë, do e bëjmë edhe. Okej, më po më thuj për çat kesh nevojë, po kur më bëj skenare gjëra të tjera dhe nuk më zgjidh asnjë zgjidhje. Unë fillim për ndoshta edhe për mua, duke qenë se jam një brez pak më tjetër edhe unë mësoj nga ato se çka ke bërë ti dhe kolegët e tu ndër vite. E kam edhe për ulësinë që duhet mësoj domethënë nga njerëzit që e bëjnë me dëshirë dhe janë profesionistë të vërtetës dhe që e duan të vërtetën. Dohet ta nisim ato se si e ke nisur, si u lidhe me gazetarinë, domethënë. Gazetarinë në Shqipëri, sepse unë e kam filluar me Alfa Channel në Greqi. Ka qenë një emision investigativ apodhik, si quhej, në Greqi, i drejtuar nga Niko Evangelatos, një gazetar më të njohur në Greqi. E kam filluar aty dhe pastaj kam marrë njohje me zotin Çakullit, të cilin e përshëndes. Kam marrë kontakt. Dje nga Greqia, pra ke kaluar tek jam atje në Greqi jam njohur rastësisht dhe duke pa punë që kam bërë, ka propozuar për të ardhur në Shqipëri për tek fiks fare. Po, te fiks fare, për të dhënë atë kontributin të modest. Dhe për aty pastaj kam kaluar në fiks fare, kam rënë dakord me të dhe kam kaluar në fiks fare. Sa kohë ke punuar në fiks fare? Si ka qenë eksperjenca? Kam punu disa vite, kam punu edhe në fiks fare dhe kam dhënë janë shumëta investigime që kena arrit, mund të përmend që nga kufit, që nga tregtimi i fëmijëve, që nga abuzimet në ambasada, që në atë ku ishin një fabrik leksh.
printer lekë ishin ambasadat, që nga shumë, ishin shumë të dhe të pafume. Kena rreziku jetën, kena rreziku pengmarrjen, në për zonat më të rrezikshme, malore, kena hecë në kam për të vërtetuar mbjelljet e lëndëve narkotike, shitjet, tregtimet, abuzimet me këto kompani të qumshtrit, të prodhimit të qumshtit në produktet e saj, pra kanë shumëta dhe nuk është, më leo të bëj vetëm një parantezë, nuk është hera parë që kërcënohem, nuk është hera parë, as do jetë e fundit. Si unë dhe ti ne di mirë boll se këto nuk ka fund. Shumë gazetarë tjerë që... Ja, jemi të shumë dhe të pa fund. Po tash është Suedia, është mushme me gazetarë që kanë ikë nga Shqipëria. Që edhe ti ke punu me ta, edhe unë kam punu me ta, ose bashkëpunu, varet e pozicionit. Pra nuk është, por thjesht mbështetja nga shteti është ajo që na mungon dhe na detyron që të ikim. Unë nuk gjen mbështetje nga një vend tjetër, nga një shtet tjetër dhe nuk e gjen nga shteti jonë. Nga shteti jonë. Edhe nuk është vetëm nga shteti, edhe opinioni publik. Edhe opinioni publik. Është që po diskutoheshim pak më herë. Aja që po fliqim, bravo. Pra mentaliteti, mendësia që është krijuar, domethënë, si po t'ishim ne në mirë, domethënë në pjesën e botkuptimit dhe atë çka japim nga vetja, normalisht do ndryshonte edhe lart. Po ndryshon nga poshtë, do ndryshon. Po, sepse ne përbajmë. Jemi ne ata që e bajmë opinioni, kur ka mbështetjen e opinionit publik, nuk ka ku të shkojë, as drejtësia, as policia, as gjykata, as kush. Do të detyrohen të marrin një pozicion, do të detyrohen të bëjnë një diçka tjetër, do të detyrohen të japin drejtësi reale, jo të bëjnë të mbyllin një sy apo të mbyllin një vesh. Nuk mund të them, policia e Shkodrës për shembull ka reagu, ka ardhur, ka marrë deklaratat e gjitha, nuk është se ka vetëm policia në dorë tash. Është prokuroria, është gjykata, është një zinxhir, është një link. Mund funksionoj policia, por nuk funksionon gjykata. Gjykata, eksakt. Ose mund funksionoj gjykata, por nuk mbledh informacion prokuroria dhe policia. Eksakt. Pra është një link. Është diçka që është zinxhir. Dhe gjitha këto se di tash duhet që rasti jem shërbej për kolegët e mi, më shumë. Bëhet një shembull. Duhet kuptohet që gazetari nuk preket. Qose mendon se gazetari ka abuzu diçka me detyrën që u ban. Po. Se mikrofonin që ka dorë në rast se patë edhe rast që u bë shumë mediatik që u arrestuar nga policia. Tani që të futemi direkt në temë për ngjarjen konkrete, pra. Çfarë ka të bëjë domethënë? Çfarë bëhet fjalë domethënë? Mund të na thuash pak historiku i gjithë gjës është unë kam pas një rast, kam marrë një telefonat nga një miku im pa rreth një muaji, i cili thoshte që një person po kërcënohet, në një mosa do dalin nga situata. Kam shku të ai personi, pashka se edhe vetë ai personi ka ra besoj e frikës, t'hijes ti, dhe është distancu tashma, ka tërhek edhe pa ditë të gjitha. Shkova një mova dhe dolin nga i vend aty, banë një video ku gjithmonë në videon time them që ai pretendon, sipas pretendimeve atij, nuk kisha ndonjë fakt, që e kanë kërcënu. Sepse nuk mund të them që e kanë kërcënu pasi nuk ka një fakt. Je korrekt edhe me termat. Zotëria pretendon, vetëm thjesht të rishun dhe lërën. Që janë organet tjera kompetente që vendosin që ka kërcënuar apo jo. Je në kuadër të pretendimit. Se kush e bën që ta vërtetoj janë organet tjera që vërtetojnë. Eksakt. Dhe largojmë, shkojmë të kemi vajtë të nesme, kemi bërë denoncim dhe bëjmë mbylljen e temës edhe të historisë ku them që kjo histori përfundon këtu për mua si Ervin. Dhe i ngelet në dorë drejtësisë dhe policisë, kanë bërë denoncimet. Personi pastaj hangri ra prej presioneve apo ku diun se ç'këfar, nuk e di se si ishte historia atij dhe e mbylli. U tërhoq totalisht. Okej, zgjedhja ati puna ati
Tani, një ditë ma vonshme, bëj me dije që pak ditë ma vonë, pasi isha në Suedi, bëj me dije që ka denoncime, ka video, ku në Shkodër çakullojnë mallrat të skaduara nëpër marketet e Shkodrës. Dhe këtu pastaj marr një telefonat nga zotëria në fjalë, ku je, do pim kafe. Cili zotëri? Për këta që kishin bërë Dhunusi. Dhunusi, po? Nga Dhunusi. Pasi ti bërë publike gjithë ato. Po. Më thuaj pak situatën, si i bërë domethënë publike, si kanë qenë domethënë, si ka qenë përmbajtja? Nuk unë atëherë, unë kam bë, nuk i kam bë akoma publike, pasi unë në mes kam bë këtë deklarimin që ndarë do publikojmë video, dhe në orën 8 është prej dhunës. Pa publiku akoma, është prej dhunës. Po, të mojnë telefon Po, sepse mojnë telefon, dhe takohemi. Pa tjetër. Pasi kësha pi dhe kafe ma herë, me zotërin nuk prita. Shkova me du në gjepa, pikrish kur nodhi rasti i parë, jemi taku, edhe shkova du në gjepa, pa njerës, pa si gja, këpëtan, du në gjepa nëse nuk kisha nej, pse maj nej telefon për regjistrim, apo për zha, sepse ishe duke shku për të pi kafe, shëshërore. Dhe aty pas jam taku, me të fjallën, vetëm me një shami, e kam ra prej dhunë, direkt nga 3 vetë aty, më kanë goditur direkt. Pas një fjallë. Nuk komunikut fare, për shumë, situatë, për ngjarje? Vetëm kam marrë një shami edhe si gja. Të ofenduan? Ba, një ofendim, një shami edhe babam direkt kërran mu, janë lëshu si uj kundele 3 vetë. Normal që 3 qeja hanë. Me qëfar pretendimit kanë... Atë të ashi ngellit atë dëgjëm si usi ti. Në vazhdim nga gjykata nga. Ti pas kësaj, pas ti momenti pasaj ki bërë denoncim? Bana kallëzim, denoncim, në polici. Ditën e nesërme u monsuan arrestimi ti, nalimi ti. Dhe u morë masa me arrestin bëk pa fat. Direkt pas një ditë pastaj ka qërkulluar një lajm tjetër për një zyrtar të AKU-s që edhe për atë ka pasur dhunë. A ka lidhje me ngjarjen tënde, me rastin tënd? Nuk është diçka që mund të përshishim, nuk është se kam informacione sepse duhet muaj përgjithësi, si publike, si ligjore, po të them që po, sepse duhet të them që kam dieni. Jo, mbas lajmeve ngrihet pretendimi ngrihet dhe gjithçka është e mundur në këtë vend. Pas këtij momenti, pas arrestimit dhe pas kësaj situate, kanë kaluar disa ditë. A ka pasur tentativa tjera me ty vinë për të përshuar ngjarjen ose ka pasur në forma tjera kërcënime? Pra si ka shkuar gjithë historia? Për të mbyllur apo për të kam është tentu nga avokati i tij. Avokati më njeh në Pjetra, ngjasme për të mbyllur punë dhe nuk kam pranu, kam refuzu në kushtet e tyre ku unë duhet të kërkoj edhe falje, pasi jam dhënu duhet të kërkoj edhe falje. Këtë refuzoj absolutisht. As nuk kam gjak për me shit. Nëse ja fal për burni, sepse e mbyllim diçka, po as nuk e kam gjakun as për ta shit, as për ta ul, për të ma shkel kush. Kam zgjedhë rrugën e drejtësisë, për t'ja lënë drejtësisë me nxill, jo se jam jetim. Çdo kush e ka i njëri mas vetit në këtë vend, por me punën që baj nuk është zgjidhje rruga që unë kam zgjedhë. Ka po asë tentativë, nuk kam pranu, kanë kalu kuadrin e kërcënimeve, edhe vetë avokati ka kalu kuadrin e kërcënimeve. Edhe avokati vetë? Edhe vetë avokati në Pjetra ka kalu kuadrin e kërcënimeve. Dhe si mas kallëzimi që kam bërë edhe për avokatin zatë mjes. Na, ke bërë edhe për avokatin? Po, absolutisht po. Absolutisht po. Dhe mu premtu nga policia e Shkodrës që do sekuestrojnë pamjet, ku jemi aty.
Ku në ç'vend të ka kërcënuar? Në pedonalet Shkodrës. Në pedonale. Në imi pedonalet Shkodrës. Ditën e shtunë, ora 1, pa 5. Çfarë tha avokati? Avokati pretendon se nëse nuk e bëj atë sa thot ai, nuk bi dakord, ai do më shkrijë mu për 30 minuta. Edhe nuk është e kota ajo që unë pretendoj me ba, se nuk dojnë ndrej ujnat në këtë vend. Pasi ai ka leke, ka çdo gjë. Me pak fjalë. Kjo nuk është, kjo është një artikulim nga ana jeme, se nuk janë fjalë që janë eksakt janë unë shkri, për 30 minuta unë shkri. Bane këtë si thamune, se të shkri për 30 minuta. Nga i moment ka marrë miq, dashamir, ka nxjerrë nga Shkoda, ka marrë, jam Tiranë, jam një me dyshje, kam kontaktuar dhe ambasadën suedeze, jam një me dyshje të largohama, po jo, pasi unë disponoj pasaportën suedeze, nuk po kërkoj. Nuk është po bëj. Nuk po bën për të viktimizuar. Nuk po bëj viktimizimin për të marrë një azil politik. Po, ato skemat me lajme, me gjëra për të kryer ngjarje që ti përfitosh. Për të marrë një azil. Po, shumë mirë bëre që e theksove te se ka rasti që mund të aludohet ose mund të keq kuptohet për shkak të situatave, se si mund të bën forma të tjera. Janë bën ndoshta shumë, por jo, në rastin konkret nuk vlen. Po, këtë e sqaruam për pjesën e këtij aludimit për të marrë azil politik ose të këtyre të kërcënimeve, po për atë që cekën pak më lart, domethënë për pjesën e gjobvënies për ta thënë. A ka për të hiqur gjithë ato hijet e dyshimit, domethënë Domethënë pjesën e gjobës që kam dashur mi vu gjoba. Po, siç mund lakohet zakonisht për situata ndryshme, kupton? Pjesa gjobës. Tu jemi pa filtra, ti di shumë mirë, tu kapesh pisk. Këtu është pisk puna, siç është. Jena komplet pa filtra. Pjesa gjobënies ti kisha dashur me vu gjob, nuk kisha dal me bë publikim. Mund kisha çuar një kontakt. Se Shkodra aq është, nuk ka 3 milion. Një kontakt më i thonë që kam i këtë rastin, azillim, apo do kishte shumë mënyra tjera. Por ideja është se unë në vitet e mia nuk kam përmend zotërinë. Po çka i dogji atij, nuk kam përmend emër marketesh. As emër marketit jo? Jo. Nuk përmend emër marketesh, rrjet marketesh. Pse atij dogji? Pse më telefonoj? Për të takuar me mua. Ku s'kam përmend? Pra, ai e dinte veten. Përndryshe pse të më marrë me në telefon? E dinte, ai në telefonin e tij ka dy video, ku qytetarët i denoncojnë dhe thonë, "Shi çka kena ble, merr masa." Mi ka tregu vetë. Jam edhe në hall, po punoj fuqishëm me këto varza që kam për mujt mi ja fut kulturën. Okej, mund t'jetë gabimi vajzave. Po, nuk është gabimi im si qytetar, ama. Po. Unë marrë denoncimin, tash ti hall vajzave ku është përgjegjësia juaj, stafi tuaj që si është pjesë e stafit edhe vajza. Tash nuk ka pse më kërkon më llogari, dhe unë nuk kam përmend asnjë emër. Unë kam kontakte edhe me pronar të tjerë, rrjetash në Shkodër ku do, s'mi kanë ra telefonin, a më kanë në numrin, nuk më kanë ra telefonin. E din veten që janë pastër. Nuk direkt ai u lidh domethënë me këtë situatë. Ai ishte zgjedhja e tij për të blek skret kot, nuk e di pse. Përveç rastit denoncimit që ka ardhur tek ju dhe që u tërhoq më pas, domethënë që e shpjegova pak më lart. A ka pas raste të tjera denoncimesh po absolutisht. Po për rastin fjalë domethënë? Absolutisht ka pas edhe vazhdojnë. Vazhdojnë akoma. Vazhdojnë edhe kam pas edhe një para se mu largu për shkollë kam pas takim edhe me njëri tjetër, ku më thotë që më jep komplet detajet. Unë në Shkodër jam largu, pasi situata është e nxehtë nuk dish ku ti zëshbes në këtë moment. Ama më fali. Ama në këtë raste duhet të reagoj dhe do vazhdoj të reagoj me punën time, jo të jap dërheqjen
si presioneve të një individi apo dy individëve. A ka gjë që të frikson në këtë mes? Absolutisht. Qa kishin dorë me e banen, me më godit. A thu, do më vrasin, ma mja. Se shim mos më vraj, nuk i thot njëri ju. Kush e ka nda mendën? E ka dhe i vazhdima e shpreje, po. Kaq. Na duhet edhe një ujë sponsor për vitin që u mytë. Tani kjo është e forma që ne e vëm gjobën, domethënë. E bëjmë thirrje, na duhet ujë. Se s'kemi ujë tavolin këtu, ne kemi sponsor. Ku janë të sponsorët e ujit? Se kompani. Është krijuar ideja që bëjnë gjoba, vendosin gjoba që të vijë. Jo, kushdo, është mirë se ardhur, mund të na kontaktojit, të gjejmë atë formën tonë, domethënë. Vin, cili ka qenë përveç Ka gjapi më kafe. Qose ka kompani kafe, Qa do? Jemi të hapë që na pastrojë tapim laringun. A ke një mesazh para se të mbyllte situatën e të kalojmë tek ajo bisedë pak më të përgjithshme të Mesazhi jem qoftë për palën tjetër, domethënë qoftë për drejtësinë, për autoritetet. Mesazhi jem është shumë i qartë dhe i pastër. Drejt për drejt, nuk mos tentoni. Sa herë ju kërcënoni, shantazhoni, kërcënoni, mundoni, goditni, sepse tre qeje hajnë jo i këtham. Edhe mu, edhe gjithë kolektet tjerë, na bani ma të fort. Na bani ma unik, na bani ma të mbledhur me i tjetër, sepse nuk e kena plan me ra pre e ju. Ja kur s'kena ra tash 20 vite, nuk bim pre e provokimeve apo e thunë stuj, nuk bim për momentin, por nuk dorëzohen. A kena marrim mision, duke pas parasysh se nuk ka shtet, pak të ne po bajmë detyrën tonë. Pastaj ajo dhe t'ja lëm drejtësisë, inshallah, se shumë shprej klishe, si që thot i vetë, inshallah drejtësia do veprojnë këtë vend. Ka dhe ambasada, ka dhe drejtësi ndërkombëtare, jo gjithmonë leku krymë punë. Se unë e thash edhe në fillim, po tek pjesa e medias, do duhet ta dëgjoj edhe tek ti, domethënë, si kanë trajtuar ngjarjen tënde? E kanë trajtuar gjitha media, deri edhe nga Amerika kolekt kanë shkruar. E kanë trajtuar gjithë, s'kanë që bajnë më shumë. Kjo është arma që kemi ne. Po. S'kemi armë tjetër. Letër, lapës, po, ke pas mbështetje, ke pas njerëz që nuk kanë hezitu. Nga jeta qef deri te vezaj në Amerikë, deri tek televizionet, news e tjerë. Përveç kësaj ngjarje që është e freskët, cili ka qenë investigimi që ka fut më shumë të lashe? Tani ndoshta kur ke punuar ke fiksi ose ku ke punuar edhe në media të tjera? Një investigim, po e marrë nga fundi, një investigim që kena bërë me Swedish Television, SVT, ka qenë, për match fixing, ndeshjet e stisura, dhe ka qenë edhe një... Dhe është një lojë tjetër komplete, një nga lojët më të frikshme, më të rrezikshme. Aja është janë grupe më të lidhura me shtet. Dhe në Shqipëri është ajo kështu, domethënë. Nëse, se një temë tjetër këtu po. Ma një sekond. Disha. Prit. Sa të vemi neshi. Si do atë rani. Sa të vemi neshi, se me që në kujtuzi. Na ikte para. Na aronin. Sa i bom është. Po, tani më qetë. Gol 3+. Sa është normal. Barova.
Match fixing. Pse e kena bisedë serioze, mundohem shumë me dalë këto. Atëherë. Roj veten. On rek. Edhe në rek ishim tani ne, ti mendon se hiqet kjo dhurata ju katëvi se jo, si në Eurovision do dhurata. Disha. Thash mi palësyre se pyte. Po se ti marr. Një dhurata ka bëjsh. Jo e kam si të kuq. Dhe ndeshje tjetër. Po veç nezhe i futi edhe një kështu vini. Këto si saldator. Si ashteti. Si maroja situata kështu. Jo, vendosi. Edhe Po. ja se na mbytën alergjit. Jam keq me këto lulet. Na duhet dhe sponsor syze. Si. Tashi. Për match fixing. Match fixing që kena bërë në Suedi, me Swedish Television, kena bërë këtu ka qenë mund të përmend nxjerrin me leje të një burgose, 5 ditë pa njoh pa ditë, pa i pas asaj me asrigja. Emrin e kena mësu të dera. Pa. E Rogozhinës, burgut Rogozhinës, ja kena mësu emrin e saktë. Fal policit. Dhe pastaj kena shku atje, kam kërku të burgosunin, me marrë me leje, kam marrë nga drejtori burgut Rogozhinës, e kam gjerë, dhe i shkreti maj mëngu, ka hypë makinë, tha, Allah, tha, atë ka një zgjaksi për me mbrata, se mëse di, se s'kam ba kërkes për leje. Pa. S'kam ba, me vjen, kërkova, e kam kërku rrethorës 11 burgose në orë 1 kam marrë, drekës. Pa. Ka qka zgjatë, as leje, as kërkes, si gja, atë ka një zgjaksi, Allah, tha. Nuk di gjahë për shem të dalë. Me që kënë thonë, qo, se keme dalë me leje. Jam habit të thonë, kam dalë kërët frikë. Jo, Allah, i thash, jena nga emision investigative dhe vjen kesh. Edhe, pa mirë, thë, shkret pak, takoj pleshta, se di që do vinë me marë në darë. Ka shku në pastaj në darë, ka marë policia. Pasi leje nuk shëndronte. Ka plot. Ka qenë zëngjiri i ambasadëve ku merte 100.000 lek për një vërtetim. Ambasadat në për Europë, ambasadat shqiptare. Ta. Shfrytëzoheshin në maksimum në atë kohë. Po investigimi jot i parë, cili ka qenë? Të kujtohet? Ose që të dha shkëndijën që, okej, kjo është ajo fusha ime, domethënë që ka gazetari, po ka edhe gazetari investigative që ka emocion, ka adrenalin të madhe. I pari ka qenë... Përveç ato kur prezantoi misët, Gjonosh. Se dhe gazetari është, e? Jo, gazetari është, Allah. Është Allah, jo. Qfar mbathur është veshi filania. Kështu kanë kalu dhe këto nise. Investigim është, Allah. Se është i detajuar. Po, se ka të bëjë, ka mbathje 5.000 lekëshe, ka mbathje 800.000 euro. Pra, është i... Investigim edhe është... Po, është... Investigim është i detajuar, është në thellësi. Po, brendësi. Expert breakers, domethënë. Ja analizoj breket për cilin arsye bëjnë këto breket. Çfarë kanë nga brenda pjesa e palës. Ekspert për brekologji. Brekologji. Të nderuar miq, tani kemi edicionin tonë të lajmeve për brekologji, rubrika brekologjive. Eksperti brekolog. Gjithë në shtëpi imagjino pushoni se fillon, okay. Fillon diskutimi aty 2 orë në shtëpi, pastaj ja, to janë ato breket më të reja që kanë. Po jo se breket që fryn nga majta nga për shkak jo se sinqerisht me fjalë bëjmë ndalim të vogël, ndalesë të vogël, do. Se ke këtu gazetar që dalin me fol që nga breket deri te vrasjet. Te kontrabanda, janë me fjalë gjithë te bikini, te moda e fundit, tana, gjithë i marrin përsipër. Si unë atë di mirë boll që gazetari është i prirur
dhe më i fokusuar një fushë të caktuar. Nuk mund të bash ekspertin për gjitha. Që nga moda, të bikinit, të vrasjet, të kontrabanda, dhe shtimi në ullë pinguinëve dhe shkrirja akullit, të lufta, të gjitha. Po, okay, kam përshtimin që një gazetar moderator, prezantues, po të ftoj një kompetent, njëri që të flasë për këtë është tjetër gjë, po ti t'japësh të futesh në analizë, të bësh ekspertin vetë. Kjo është tjetër gjë. Si gazetari është i fushës që mund të marrë edhe një që flet për krimin, mund të marrë edhe një që flet për Po ja, edhe për sportin, për krimin e gjitha tjetër njëjti. I ftuar për natë, kesh frikë. Jo, ta kesh ftuar si ekspert, domethënë. Jo, për natë për gjitha fushat, ama gjitha temat që ke ti si drejtues emisioni. Nuk mund tjetër që të ketë me vjallë, të ketë opinion, mendim ka, por nuk është ekspert për gjitha. Të kesh frikë me hafër griferin o del e gazetari, që i di gjitha. Kuptan, gjithësi. Po, investigimi i parë? Investigimi i parë ka qenë me Alpha Channel, që të thash, që kam ba edhe ka qenë blerje armësh në Athinë. Ai ka qenë investigimi i parë. Po i parë që të dhatë e shien që the, okay, kjo është e fusha që vë. Pikërisht ky ishte. Ky ta vash këndien direkt i parë do. Bam, direkt me pushkë në dorë, ku i thënë. Aty ishte me pushkë në dorë, direkt bleva dhe thash, po, kjo në fakt është aja që ka mund tërheq. Me qenë. Pastaj për nga po më i forti? Për Shqipërinë, për anën e Shqipërisë, dhe ishte fiks fare, ishte ambasada shqiptare në Greqi. Në Greqi. Ku njerëzit lënë nga 2-3 ditë punë, rrinin mas deret, ndoshta po e merrshin në certifikatën familjare, duke paguar ka 150 euro. Edhe një 3 ditë punë, edhe një 3 ditë mundime, edhe ndoshta edhe e merrshin do të më thanë, faleminderit. Sot janë hapur shumë, përveç më parë ka qenë fiks fare, tani kemi pothuajse në çdo media kemi një emision investigativ. A shef realishti sot ku është shef si shikues, domethënë. Sheh investigim të vërtetë, domethënë. A ka investigim të vërtetë në Shqipëri? Investigimi, duke pas eksperiencën edhe me kanalet huaja si suedeze apo në Greqi, apo duke pa pjesën që ka më bashkëpunu në një emision me media belge, për të bërë një emision, aty shoh që le shumë për të dëshiruar, sepse një investigimi plot, unë shoh iniciativi, japin me fjalë ka dëshiren, por jo një investigim. Si investigimi plot është nga aja tek zhëja. Merr me dokumenta, se s'kena pa për shembull një investigim për një tender. Që të merret komplet nga aja dhe zhëja deri në fillim. Nuk kena pa për kena pa më shumë me fjalë denoncime, jo investigim. Se s'ka, nuk kam pa hala që të ketë një gazetar investigativ këtu në Shqipëri, që të ketë. Nga e të ta njek deri në fund, jo vetëm nxjerrë, vetëm... Sipas teje, pse nuk ndodh pra që të bëhet nga aja deri tek zhëja? Nuk ka, domethënë, atë... E para sepse... Nuk është qëllimi, dëshira, apo nuk... E para sepse emisionet këtu janë, i filmon tash dhe do të mi transmetu në darkë. Jemi ne, mentaliteti jonë është i fje më impulsiv, jemi e dojmë tash, pa ftof. E dyta po ftof, ta ftofin dorë. Gërset sponsori, Njeri klarine të së, kupton, me vjalë, edhe ditën që ndodhi ngjarja. Në rastin tënd? Në rastin tënd, po. Kolegët e shkret, unë e kam përjetu vetë, kam pa aty. Kolegëve të Shkodran, që mbanën intervistën aty atë natë, kolegët Shkodran kanë marrë telefonatat ndryshme. Kështu, për mos transmetim. Po e këshin transmetu, këshin kryer dhe nuk është zat. Më pas nuk janë ndjekur? Jo, po... Apo po doli pastaj s'kan çfarë bën më? S'kan çfarë bë, ata doshin me parandalu pa. Ishte... E kena gjamë të diplu?
Ty vetë kanë ofruar vetë para vino? Jo në rastin konkret, për shembull në kudo ku ke qenë, domethënë, që të shkosh për shembull. Edhe unë shqiptarë më kanë ofru, janë po më shumë me shantazhe sepse nuk kur te emisioni kam pas drejtuesa, se ti ke qenë pjesa aty, dim mirë boll. Nuk ka rrit telefonata deri te ne. Ja, saktë. Nuk ka. Nuk qëndron kronika jote. Do të bëjmë kronik tjetër. Do vazhdojmë dhe tjetër. Do vazhdojmë më poshtë. Do të vazhdojmë me motin. Vazhdojmë. Ose me bregologjinë. Bregologji. Shikoj se ka i detaj, nuk ka diçka që nuk më lidh. Me qenë se deri te kush janë temat që nuk preken sot në media, qoftë nga emisionet investigative, por edhe në emisionet. Temat e para herë. Keni gjudi që të merret dikush realisht me gjakmarrjen. Gjakmarrjen marr shumë, por as pak. Si kuriozitet domethënë. Si kuriozitet se shet. Po pse nuk ke për shembull një jena bolla tregtar tani. Kjo shet. Të lutem, absolutisht. Pse nuk ke një që shkon te parlamenti dhe pyet? Pse nuk çohet te parlamenti me bëj deklaratë kundër apo për të vepruar, për të ndërmarr masa, nuk shkojnë gazetar për shembull me pyet deputetët. Po. Sa ata duhet me pasi mendim i opinion për gjakmarrjen. Është tabu. Është tjetra, është produktet, ushqimet që ham. Një ditë, maksimumi një ditë e zjarrin, shkon ai, kryet e sapit. Edhe mielli filani apo çumshi filani apo kafja filani dhe mbyllet aty kaç. Ditën e nesme se kema bëhet sponsor i emisionit. Kompani telefonike. Asnjë nuk i ke. Pastaj ti më thumë gazetari investigativ cile. Po e marr me vesh ligji 7501, bani lam Shqipërinë. Për çdo ditë toka këtij, toka atij. Sakt. Po marr për ditë me toka, ka me ato, që ka drejtoria të pronave, ka me pa punë. Se gjithë emisionet janë zaptu me tokat. Nuk ke kompani telefonike. Nuk ka abuzime ti, si gazetar, nuk mendon që ka abuzime. Ja, edhe ti hesht. Po, tjetër më bëllë, kjo është konflikti më i madh në Shqipëri që unë mendoj që nuk kam uzjell më herë. Kjo prandaj është bërë qëllimisht me këtë arsye që ne jemi të kalojmë atë në vllazvrasje, të kalojmë në gjakmarrje, në hakmarrje dhe vetëm merrem me njëri tjetrin dhe ato janë qetësinë vet, domethënë. Ne kemi lënë, na kanë lënë ne aty që të merrem me njëri tjetrin, shahemi, vritemi, bëhemi copash me njëri tjetrin. Po copash le. Edhe ato shohin estradë me ne, na japin atë estradën e vet që e kanë herë një javë aty në parlament që bëjnë sikur flasin për ne. Po ata bëjnë bravo, ata bëjnë sikur ata bëjnë sikur por ne me njëri tjetrin po hajemi realisht vërtet domethënë. Ne po na ulën tavolin kapna për flok, kështu që s'ka më flok po. Po nisi ke flokun ti. Po flokë më nuk rrini më. Ma futi. Ai nuk kam shumë. Nuk kam shumë, po si më kohet. Jo më si kam paruar, më shohë shumë, nuk peti çfarë pa flokë. Si më njohim më në rrugë. Kush i kontrollon mediat sot? Mediat kush i kontrollon? Mediat ka kontrollojnë thuj. Ishoj pat. Sot po patë media kontrollon, domethënë ke pushtet. Po si mendon ti? Në shkollë mama që kena mësuar domethënë që është pushteti 4. Është pushteti 4. Po ti si mendon, është i 4 ti apo? Ka hypi fije më lart duket. Sigur ka kalu më lart. Vjen kryeministri i media, parlamenti. Marrëdhënie. Marrëdhënie pra. Po publikun, qytetarët, njerëzin po. Publiku është thjesht vëzhgues. Thjesht një telekomand gazës ku është jena popull që heshtim në vëlla, partien ver. Vazhdojmë akoma ne jemi akoma partien ver. Rasti Berishës domethënë kandidoni vetëm në procesin demokratik. A fitoj se kam qenë merak, fitoj? Se ka pas konkurrencë fort. Po. Fitoj. Edhe u gëzuan shumë shqiptarë domethënë. Si u ndaj tjetri? Ai tjetri, Rada Korto ai, Rada Korto. Kush ishte kundërshtar? Ishte ai që e ka fajin Edi Rama thonë të dy. Ndërkohë që hanë pimë Edi Ramën, ai po bashkë aty. Si i thonë Saliu kundër Berishës. Ja, po ishte
bile besoj që edhe shqiptarët e ka pas vështirë për zgjedhje, sepse ishte lista e zgjatë. Ishte shumë e gjatë, nuk ishte prindër për t'i shkruajtur, nuk ishte. A di që edhe Berishës ja kanë dërgu, gjitha vitin, edhe Berisha kështu... Për rasin tonë, pra. Edhe Berisha ka herë se pa viktima nuk... Do të pas viktima për me dalë papa. Papa do të me pas viktima edhe Berisha, edhe ai ka hesht. Se kryeministri po se është njështi majtë e tjetëri. Është aq lart, domethënë ka shku që kanë lidhje edhe me këto. Po pse nga Shkodra, që është një që ka 8 supermarkete, ka gjysën e Shkodrës dorë. Po gazetar të shitur, a ka gazetar të shitur? Apo është vetëm media tani se po sa gjithmonë që thon për shembull del vini në X media për shembull, se jo ky është i shitur. Po tani ai thjesht ndjek linjën editoriale ose politike të televizionit, të pronarit, tani gazetar vetë që janë të shitur që punojnë në një media ka, për shembull si. Tash Nigja këtu, se na kena kollaj tash se. Tash më dal me të vrarë dikush në rrugë. Ne jena ata që i thojmë nuk të vret kë shkot. Por pse po ka shpesh të shprehën vrap, se ka i deri te pika shku Shqipëria domethënë që me të vrarë? Jo, mos ne zvritemi. Atë thuj, vrasja fundi i Shqipërisë më atë mend, ka vite. Shumë larg. Dje. Rrezik të marrin shumë seriozisht për zotin. Bona koment ke Joqi. Jo më thjesht po e bëjmë kështu se bisedë lirë është. Absolutisht. Po i koment se ishte një ngjarje se ku kishte ndodhur domethënë. Po ishte kjo në Kamës duket që ishin futur aty për me grabit ato me motor me kapuçën, me armë kështu 97-s. Se shkujta kështu me ato dozën time me pak, jo se mbaj veten për shumë lart. Me pak ironi, me pak sarkazm, shkujtoj që është, po çikeni këto video është jo që kjo është video 97-s, tash unë nxjerrë tani 2006. Kjo që 97 nga kjo do nuk ekziston. Shif komentet poshtë. Po jo që teta që kaloi aty 97-s është. Ai ishte komplet, siç e thënë që ka ndodhur që vrasja fund ka ndodhur 97-ën, për shembull, edhe grabitja në fund 97-ën. Po nuk sarkazmin e kena pak bezli. Është larg. Po edhe për të mos ikë të kjo shitja, më lejo, se me qënë se... pare që dalë media që nga rasti. Nuk kam dal një intervist të kë Newsës të katër që nga shpija. Nuk kam ba një intervist. Do ma boka kopën mu, do më thëmë, po. Ma da është këtë Shifeni për herë të fundit. Shifeni për herë të fundit. Në fundin rrët. Edhe ba një foto për rip. Në qizdi mirë. Në qizdi mirë. Për te shakas. Për te shakas. Du të bëj një sharim. Ka një vendim. Gjystor. Të cilin tek Newsi doli dhe rrai shoku Due Pietra bashkë me kolegen e tij të famshme. Sa për informacion, i drejtojmë atyne dhe gjithë tjerëve të marrin sistemin Teams. Të asaj kohë, hymjet e dalet e mia. Unë nuk kam qenë në Shqipëri që një javë para se të zhvillojë ngjarja. E ati viti, 2019 që ka qenë. Është letë e vërtetueshme, nuk kam qenë Shqipëri fare. Është bë një gjyq munges, janë arrestu njerëz tjerë, ka përmend emrin, sot një ka qenë doganjëherë edhe pjesë e Partisë Demokratike që atëherë ishte shtet pushtet, dhe nuk kam qenë as pak këto. A ba një gjyq në munges, ku kam qenë në azil në Suedi, kur e ba gjitha kjo. A marrë edhe vendimi e gjitha. Gjithdo gjo, që nga fillimi dhe në fund nuk s'kam qenë prezent. Pra, nuk është se janë ba këta dhe janë largu unë. Sistemin tim s'del krejt kollaj, që nuk s'kam qenë fare. Një para, kam lanë Shqipërinë. Ky ishte një sharim për gjithë ata më në krye avokatin, që doli dhe përmendi, dhe avokatin, që në dy, që doli dhe përmendi në rastin
mos kujtoj si shmang në masaj, vendimi ekziston, është leti vërtetueshëm, siç është leti vërtetueshme, edhe prania ime në Shqipëri. Po. Kaloj mesazhe kam përshtypjen. Kush është më i rrezikshëm? Politika, jemi tani në fund. Politika apo biznesi? Se këtu vërtetet e gjitha. Biznesi. Biznesi, politika është kukull. Vegël në durët e tyre. Pra politika është vegël në durët e biznesit. Po, absolutisht po. Absolutisht po. Normal që po. Nuk ka. Se cili politikan guxon e ngrej kundër një biznesi. S'bëhet fjalë. Pse unë thash parë kompani telefonike. I ke ndëgjuar edhe politikanë të flasin për kompani? Asnjë. Vetëm kur kishin interesat për situata ndryshme Një sekond, çështje sekondi. Sepse ata me po shoh jo opozita, po shoh një lloj oponencë të braçës herë pas here për sa biznes. Jo braçja është opozitori vetëm që nga ngel Shqipëri. Te po them. Është opozitor, mërna pozite, edhe i vetëmi që ka ngel. Se di për çfarë bën, po gjithsesi. Po të vetë është duke bë diçka. Ka ndjek një rrym gjitha këto vite nuk ka ndryshuar braçja. Po. Per jo braçë, një rrym ka ndjek. Gjitha këto vite nuk ka ndryshuar vëlla. Në krah të popullit me denoncime me gjitha, ka qenë zëvendës kryeministri që ishte dhe ka bërë denoncime. Si do thoni pas ble braçja. Okej. Pak më lart tepër. Zjerë lekë. Dojle. A ke materiale tjera që nuk i ke publikuar, jo vetëm për rastin konkret në ngjarjen e fundit që ka ndodhur, si pak më lart të thej që nuk i ke publikuar, thjesht ke thënë që kam materiale, kam denoncime, kam fakte, kam prova dhe nuk i ke publikuar dhe shkoj deri në pikë. Por edhe për situata tjera, jo vetëm për rastin e marketit, por edhe për ngjarje tjera, çështje tjera, kauza tjera. Thjesht një du të fut linjë dhe s'do zgjas shumë që kanë dalë disa informacione apo investigime lidhur me trafikun e njerëzve këto, i cili për fat keq po drejtohet sa ata që kape një njërin muj sa për mu bo shembull, ata në pas me hiq kredit. Por po drejtohet nga kokat larta. Shqiptare, pushtetar. Absolutisht po. Dhe të paktën tash zoti shkoj deri në fund për ta publikuar. Dhe publikosh? Qose shkoj deri në fund po. Është herë për të publikuar. Ka trafikim njerëzish në Shqipëri? Po, absolutisht. Për ku? Jashtë? Për jashtë? Për të cilat vende? Janë këto vende të treta që vinë, ne jemi urlillse. Po jo shqiptar domethënë, nuk është janë të huaj. Ne jemi pasaportë, shkojmë kudo. Po. Janë të huaj. Që kanë gishtë edhe pushtetar shqiptar domethënë me këtë koka. Po le të shkojmë në fund mos ta abuzojmë. Çfarë ndodh nëse nesër publikon gjithçka? Qoftë edhe për këtë rast më të fundit që the, por edhe për raste tjera. Po tash e para kjo do të më kthejë në diplom. Se këtu jemi në Meksikë në Europë. Se kuptua lejnë, në Meksikë të Europë, gjëja më e lirë është jeta. Jeta njëri gjë më pavlerëshme. Kafja kushton më shumë. Shka këtu jemi në Meksikë në Europë. Po, ke thonë atë shprehjen tënde, s'është shprehje me kafë. S'është me shprehje, u bë shumë virale atëherë. Atëherë me lanë dohanin edhe me ikë prej Shqipënije nuk ka kurvon. Me si me lanë cigaren nuk është kurvon. Jo, unë s'bi dakord me këtë pjesë me ikë nga Shqipëria. Nuk bi dakord. Unë kam mendimin tim, nuk është se të nuk bi dakord. Po të marrësh me këto do bish dakord. Do bish dakord edhe punosh ku do e lëm. Nuk është se jam idealist në këtë që po them, po ik ti, unë ik tjetri, domethënë ne po e shohim se çfarë po ndodh në Shqipëri, domethënë çfarë po vjen, çfarë po bëhet. Atëherë do bish dakord me partinë ver. S'ke. Nuk ka rrugë tjetër, ëh? Po pse këtu ka filluar edhe Shqipëri, edhe sot ka filluar gjithë dojnë një antarësim Partisë Socialiste për gjeti punë, me
Me gjeti mënyrë, shka, po përikthehemi, s'keni shumë e ba tjetër. Shka, opozit s'ke. Derë dje vrashin për Vulen, ta shqyqyrot zhallë kryetari, ma në fund, por prap, Qa pike. s'ka shpresë. Qa pike, nuk dohet kaluhet bëhe bisedë politike me ty, po ndoshta edhe përgjigje me, domethënë kështu, në vjet mesme. Pse jemi tu ku jemi, mo? Sepse Pse jemi në situatë ku jemi? po qeverisja e vërtet është opozita. Edhe kur s'ke opozitën, s'ka, kur s'ke populli herë. Opozita vërtet du t'jetë populli. Është opozita vërteta, populli në rrugë. Ka, në rrugë. Se ne dalim, Por edhe kjo që po bëjmë ne këtu, jo me dal në rrugë, okay, dil gjitha forma domethënë. Protestë edhe është ne ne protestojmë për reality show. Ka ato që na shkruajnë që na thonë orë po ti çfarë po bën domethënë. Unë këtë detyrë kam, këtë po bëj domethënë. Edhe unë kam atë riskun tim, kam edhe unë ato. Ne dalim gjë që po bëjmë. ne dalim dhe protestojmë për një reality show që mendojmë që jo bë pa drejtësisht filanit apo fistekut. Nuk dalim as për naftën, as për ujin, as për dritat, as për... Rritet çmimi i naftës, ke 20 komente që reagojnë. Shajti i lirë i dje, domethënë te ferma Vik nga Rop, siç është shajti 1 aty. 5000 komente për gjysore. Okej. Ja faktajnë? Ka shumë. Ke dhe vulën, domethënë kjo ka lidhje kjo gjë që thashëm tani me politikën, me gjendjen ku jemi ne në politikën. Po absolutisht, indiferentizmi vret. Indiferentizmi se na po çam duhet të mu. O e din çfarë komentesh nga vjen nga Frika. E di çfarë komentesh nga marrën e. Ka marrë komente pse shef punën tënde. Ore puna jam, i ke pra është të nxjerr produkte, s'ka dume sepse janë fëmia jem, nipi jot. Gjyshi jot që mund të jetë me tension në vdes, helmohet. Jo, është i punën tënde ti. A kupton? Tënë. Prandaj kena përfunduar. Po praktikisht kjo është puna jote kur thotë, fiks pari. Punën pra, kjo puna është duke pa. Mos shif punën tënde më. Mos shif punën ta kthe mirë ndryshe me çfarë bëu tani. Shif punën e rrymë. Po çfarë? Tu ushqet Frika. Ushqet Frika. Pastaj edhe pyetja jam të po ta bëjmë dy pyetje, cilën a mban mend në revolucion që kena bënë? Historikisht. Ja. Le, kalem të pyetja tjetër. Ne më çfarë pyetje tjetër? Ja lem shqiptarëve që do ndjekin këtë intervistë, vin të falenderoj shumë. Falenderoj për kohën edhe ftesën. Edhe jo edhe për gjithë frymën që na dhe me këtë gjë, uroj që çdo gjë që të shkojë, domethënë kjo s'ka marrën te kjo gjëja, kjo ka një fije të mirë, dashamirësie nga ajo që është më përtej gazetariz, domethënë, është më shumë njerëzore, domethënë. Kjo që theti tani në fund, domethënë, kjo është gjë që na cënon ne të gjithëve, kupton? Jo vetëm rasti lokal siç është në Shkodër që theti, po ne këtej përballë në çdo ditë ku shkojmë, domethënë, ne jemi të pasigurt në ato se çka hajmë, çka ushqehemi, çka rrisim sot familjet tona, kujdesemi për familjet tona. Po sepse heshtja. Po kjo është ajo, pra çdo njeri do të jetë sot gazetar. Heshtja. Nuk është po flasim për një profesion, ku diun, ashtu si ka shkuar në këtë pikë po flasim ku jemi sot. Nuk ka lidhje domethënë se çka themi. Pra çdo njeri do të marrë situatën e vet në kontroll. Kjo heshtja po na vret, ndoshta dal nga dal, po ndoshta në fund fare kur e kuptojnë themore pse na erdhi kjo gjë. Po të erdhi pra se ti s'ke fol as për mjekësinë ku ke qenë atje ku e përballë me situatë. E ke dhënë lekët, ke dhënë teatrën, ke bën teatrën, ke blen forma të tjera. Ke shkuar në polici, ke gjetë forma të tjera zgjidhjen. Po jo, kjo do të jetë normë. Po plumbi vret i njeri, heshtja vret shumë. Bravo. Breza. Kjo është. Kështu që unë të falenderoj që uroj që edhe për gjithë ata që do të ndjekin këtë bisedë, uroj që të kalojë një mesazh i mirë, pozitiv dhe të ngjallë diçka, domethënë. Ne unë nuk është jam nga ato idealistë që them që po bëmë ne këtë u zgjidh domethënë gjithë situata, por mendoj që me atë teorinë time që them që unë vendos dorën tim tek ai guri që ta shtym. Kemi edhe vinin, kemi persona të tjerë. Pjesë e puzzle-it, jemi gjithë pjesë e puzzle-it. Pra puzzle-i formohet edhe me ato shqiptarë që janë dashamirës që vlerësojnë veten e vet, vlerësojnë njerëzit e vet që kanë për rreth dhe vlerësojnë të vend. Gjithë janë në mënyrë hierarkike, nuk duhet me pa kaq larg njëri tjetrin. Prandaj them gjithmonë që hajt të japim dorën njëri tjetrit. Të japim njëri tjetrit dorën se kemi armë pikë që po ja fusim njëri tjetrit. Me kohë. Ashtu kemi historikisht. Po, që në kohën e Skënderbeut. Po edhe ma herë edhe me Skënderbeun në gjithaj, Hamzai.
Sot kemi shumë Hamza. Kemi shumë Hamza, shoqërzor. Ku të shkosh ke Hamza? Vino, të falenderoj. Falenderoj shumë. Falenderoj për kohën. Dhe respekte për punën që bën. Dhe mora dhe shihet çka kam pas menimin nga larg, domethënë, e mora edhe nga afër edhe sot. Kënaqësi që na e të marr. Faleminderit. Miq, ju përshëndesim. T'jeni mirë. T'jeni mirë.